Përshëndetje. Unë jom Ilir Prapashtica, jom aktor I ri, I përshëndes teleshikues të radio-televizionit RTK, emisionit Bazar, veç për shef. Do me thonë, sot do t'ju tregoj një pasion timin të ri, do të shkojmë pak mrapa shtëpisë aty, ta marrim qenin tim, është qeni I cili ka emrin Bruno, është German Pointer, kim shkurt që I thonë në gjuhën shqipe. Në fakt, në fillim unë nuk I kum dashur qaq shumë qenë, po tash mu ka bo dhe pasion, po dal edhe në gjuhë ti, kështu që do të shkojmë, ta marrim qenin, mandej do dalim në liçenin e Badocit, do të shohim aty pak se çka do të bëjmë me Bruno. Bruno, hajde. Hajde. Hajde Bruno, tu, rejt, koma tu. Dash tu. Bravo. Ulio. Bravo, rejt. Qyre kamerën, Au. E di, qyre kamerën, këto, rejt. Kjo është Bruno, qeni jam, cili sot do dalim të liçeni. Veç për qef. Dina me dalë veç për qef? Hop, Bruno, hop. Bravo. Hajde Gjina, edhe ti, hop. Gjina është qika me vogël. Del për para, babja t'ullu. Hani. Ta shëllë shumë babi klimën edhe. Duhet me pullë gjithmonë. 3 herë brava se shpia. Tash po shkojmë liçenin e Badocit. Veç për shef. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje. Këtu tash jemi në pet shop të doktor Dardan Pozhegu. Unë këtu vi zakonisht I marr ushqimi për qen, I marr disa lojna për qen. Mund edhe me pa këtu sa është furnizume. Do ki, si je, a je mirë, a u lodhe? Sot e kemi ndërmend për radio-televizionin e Kosovës, për emisionin Bazar, veç për qef, po dojmë dalë në liçenin e Badocit, me pa Bruno në shëti, kemi marrë, që po na sugjeron diçka për një ushqim, një diçka qisë. Po, mund në disa keksa zakonshme që pa e, ose shtë... Perfekt. Tash për marrim disa keksa për Brunon, shkojnë në liçenin e Badocit, I gjujnë Bruno, pëse nuj, lujmë pak ato e shohim se çka po bën. Ky është një pet shop shumë është furnizum, ka ushqim fantastik. Ta qëtë shumë, mos e trash shumë, se... Jo, nuk gëzon që janë me qenë I trash. Unë e ku? Po. Ja, shumë ke qenë edhe më për mu, pa doktor? Për ti për te. Gjysëm për mu. Doki, shumë falinderit. Falinderit. Tash po shkojmë në liçenin e Badocit. Miru pafshim. Ciao. Ma në fund arritëm në liçenin e Badocit. Hajde Gjina babi. Si shpeshini edhe ju, shikues të nderuar, ky është liçeni I Badocit. Është 10 minuta larg Prishtinës. Ka edhe njerëz të cilët po lahen, njerëz të cilët peshkojnë. Përndryshe, unë edhe si pasion e kam edhe peshkimin, kështu që dal edhe në peshkim. Po, sot kemi vendos me dalë me Brunon, që Bruno është në shtëpinë e vete të vogël, Vockël, këtu ku rrin. Tash do ta nxjerrim Brunon jashtë, Bruno. Tash Bruno shkon pi nuj, lahet pak, edhe... Hajde bukurosh, hajde. Bravo. Hajde pi uj. Tash Bruno pe temperatura të larta, tash pi lahet. I vjen do të pak mu fresku. Ka qef është zakonisht kur ka ndonjë pat, kur bjen në uj, Bruno shkon në uj me komandat tona, u mur vesh me komandën dirigjuse, edhe shkon e merr patën, edhe bjen këtu në shesh. Bruno, hajde këtu tash.
Hajde një tri, Bruno. Hajde me të adhon gjina një tri, Bruno. Re. Bruno është 2 vjet me 31 gusht tash i bon. E ku marrë me 3 muj në Republikën e Serbisë në Subotic. Re. Tu e në disa mashtrus që thojnë. Jo. Veç i me rrë, ka qef me angër nuk gëzon. Jo, qa për të thëmë jo. Unë e muj me angër, a ty s'gëzon. Jo. E tash mundesh, hajde. Mere, tu. Bruno. Apo të me i mullaka, se nëzë. Ja tash, Bruno, një pak me në tu. Po si kur peshk edhe një keks ja gjojtë pak me mashtru, se edhe Bruno, si kur qdo shqiptar, ta e mashtru pak është e kur. Hajde Bruno, hajde këtu. Për dryshe, na dalim me Brunën edhe me gjinën. Hajde gjina, dalim edhe në peshkim. Gullu. Me keks edhe unë isha ullë. Hajde tash me njek, Bruno, hajde. Shqipre. Kuzogi. Hajde. Bruno. Hajde. Zuk. Që kjo është një ditë që une e boj veç për qef, edhe ato për shikues të televizionit RTK. Hajde shpitone ti, hajde hop. Bravo. Për sot u kry, po shkojmë tash në shtëpi pak. Me shku me hongër diçka se kom ra 1 kilogram me 200 zaif, musha me shtu diçka.